Edhe dëshira jem ka qenë me qëndru të drita sepse ndihem shumë i vlerësuar të si nga klubi, si nga tifozët edhe zemra më ka thonë që me vendos me ne këto edhe nuk jam pishman as pak. Po sinqerisht me të thonë kam pas oferta edhe oferta shumë të mira që edhe kanë pagujt klubin mirë, po të drita ndihem sikur në shtëpinë time edhe kryesia e klubit në asnjë moment nuk ka dashur që me mlon me ikë, edhe dëshira jem ka qenë me qëndru të drita sepse ndihem shumë i vlerësuar të si nga klubi, si nga tifozët edhe zemra më ka thonë që me vendos me ne këto edhe nuk jam pishman as pak. Ju edhe disa bashkëtorë të juaj që kanë defilu të skuadra dritës, ju kanë mirëprit jashtëzakonisht mirë në vazhdimsi. Cili është sekreti? Po, qysh thash, besoj se prej të parit deri te i fundit te klubi është një atmosferë jashtëzakonshme, është një dashuri shumë e madhe mes gjithëve dhe besoj se çdo kush që vjen në klub që në momentin e parë që vjen aty e vëren se ka një atmosferë të jashtëzakonshme, një dashuri të jashtëzakonshme që ta ofrojnë gjithë pjesëtarët e klubit, edhe prej atij momenti e sheh se je shumë i rëndësishëm aty edhe ndihesh shumë mirë, shumë rehat.